Përshëndetje shikues të nderuar, së bashku me mua sot është Bashkimi Seni, kryetari i gjykatës themelore në Ferizaj, me të cilin do të bashkëbisedojmë për shumë aspekte të funksionimit të gjykatës, duke filluar që nga koncepti i reformës për të dhe tek paragjykimet e mundshme që e përcjell gjyqësorin ton. Zoti Seni, faleminderit që keni ardhur në emisionin Logu. Mirë se u gjej, faleminderit. Si zakonisht është pyetja e parë mbase çdo herë përcjellet me dilema, ka t'ja fillojmë, por mbase është e pashmangshme fakti se gjykatën tonë ndër vite ka përcjell numër i vogël i gjykatësve. Mirë po, kohëve të fundit, sa i moni informuar, është një proces duke u zhvilluar i pranimit të gjykatësve të ri. Është e vërtetë kjo? Po, do të thoya se që nga pas lufta, ky trend i mungesës së gjyqtarëve e ka përcjell gjykatën komunale në Ferizaj dhe ka vazhduar edhe tani me gjykatën themelore në Ferizaj. Nuk kanë qenë gjyqtarët numri proporcional me numrin e lëndëve, për shkak se në fillim ndoshta ai numër që është emëruar me një pas luftës. Pas numrin e banorëve mbase po. Po. Ndoshta ka qenë i mjaftueshëm, mirë po dinamika e urdhës së lëndëve ka qenë shumë e lartë dhe që ka t'i kaluar proporcionalitetin e atij numri gjyqtarëve që për t'ju qëndruar të them karshi dhe efektivisht atij numri. Ka qenë Ferizaj më keq se komuna tjera? Po do thoya se po. Po. Edhe aktualisht kjo gjendje është e tillë për shkak pas reformës që ka ndodhur nga janari i vitit 2013, gjykata komunale në Ferizaj është transformuar në gjykatë themelore. Dhe rrjedhimisht janë rritur edhe kompetencat, përgjegjësitë, mirë po nuk është rritur numri i gjyqtarëve. Dhe ne është dashur për një kohë relativisht të gjatë këtë ngarkesë shtesë jurisdiksionale, do ta quaja, ta përballojmë me numrin që ka qenë i dizajnuar për gjykatë komunale. Kjo është edhe një arsye pse gjykata themelore ka pasur një numër më të vogël, për shkak se nëse i marrëmi gjykatat e regjione tjera, do ta quaja, kështu si shembull regioni Gjilanit, i Pejës, i Prizrenit, i Mitrovicës, kanë pasur edhe gjykata Qarkut më herët, e cila është marrë me lëndët që kanë qenë më serioze. Dhe kanë trashëguar numër më të madh të gjykatës. Dhe kanë trashëguar një numër më të madh, do të thoya dikun një e treta apo më tepër. Edhe Ferizaj ka pasur vetëm gjykatën komunale dhe gjykatën për kundërvajtje. Kështu që në ragjone tjera ka ndodhur fuzionimi i 3 gjykatave, pra do të thotë i Qarkut, komunales dhe i kundërvajtjes, në një gjykatë të vetme që sot quhen gjykata themelore, ndërsa Ferizaj nuk i ka pasur këtë fat dhe rrjedhimisht kjo ka vazhduar që ta përcjell, përkundër faktit se kemi pasur na gjithmonë kërkesa që të jetë një numër proporcional me lëndët që i kemi dhe kriter për numrin e gjyqtarëve do duhet të jetë ngarkesa me lëndë. Sa praktikisht është mungese, sa është numri i gjykatësve që na mungon? Aktualisht, nëse marrim një bazë dinamikës së lëndëve që vinë dhe që zgjidhen. Secila gjykatë ka të caktuar në bazë të rregullorës dhe të rregullorës të aprovuar nga Këshilli Gjyqësor. Dhe aktualisht rregullori, e cila është fuqi, gjykatës themelore në Ferizaj i lejon të ketë 32 gjyqtarë. Unë nuk jam pajtuar me këtë vendim dhe me këtë akt të Këshillit, duke i kërkuar që së paku gjykata jonë në bazë të analizave të cilat i kemi bërë, duhet të ketë së paku 40 gjyqtarë. Dhe nëse do t'i kishte 40 gjyqtarë, unë besoj se efektshmëria në gjykatë do të ishte shumë e lartë dhe do të ishte ai që do të mund të thoya se proceset do të zhvillohen brenda një kohe shumë më të shkurtër se që ndodh aktualisht. Por tash është vetëm një proces i testimit apo që do të përfundon me pranimin e disa gjykatësve të ri. Kush e bën këtë? Vetëm Këshilli Gjyqësor? Po, sa veta janë në proces? Për sa mund të shpresojmë se do të rritet numri në gjykatën tonë? Po ne shpresojmë se tani nëse kalohen testet në çfarë forme i nënshtrohen ata kandidatët. Po, tash për tash do të plotësohet ky numër prej 32. Për shkak se ne aktualisht sa janë aktualisht, po? Jemi vetëm 25, duke përfshirë këtu edhe kryetarin e gjykatës në këtë numër. Tash për tash konkursi është për 7 gjyqtarë dhe do të plotësohet ky numër 32. Këshilli është duke analizuar nëse do të na aprovon kërkesën tonë që të kemi më shumë gjyqtarë. Është edhe një pjesë tjetër që e ka përcjellë gjykatën e Ferizaj, për shkak se kryesisht kanë sjellur gjyqtarë nga viset e tjera dhe të njëjtit nuk kanë qëndruar një kohë të gjatë këtu, por kanë kërkuar transfer e cila më pas ju është mësuar dhe kështu që ka vazhduar që të mbetet. Ne ta bëjmë një digresion, një shkputje shkurt, a ndikon
zoti Hyseni, në performancën e tyre, fakti që ata nuk e njohin realitetin mirë këtu? A do të thotë kjo? Po nuk do të thoja sa që nuk e njohin realitetin, por ndikon për shkak se vendi i tyre mbetet vakant dhe kështu që duhet pritur konkursin e ardhshëm. Ata janë kthyer pastaj. Po, kthehen në vendet prej nga e kanë vendbanimin e tyre. Do të thotë kemi lëvizje të brendshme po. Po, lëvizjet e tyre shkaktojnë vende vakante tek ne dhe kjo detyrimisht se reflektohet në rezultatin e tonë të punës. Për shkak se neve nëse na shkojnë 2-3 gjyqtarë brenda vitit dhe ato opozita mbeten të paplotësuara. Ata shkojnë më lehtë sesa që vinë të rinj, po. Është mjaft, do të thotë shumë për ne. Shumë vërtet. Për shkak se 3 norma të gjyqtarëve, 3 norma të lëndëve ne nuk do t'i kemi. Zoti Hyseni vazhdimisht është fol për shkak të riorganizimit të ri dhe të shtetit të ri, se kush duhet t'i pranon gjykatësit në punë. Më parë kemi pas praktikat e tjera, siç i dim, kurse tash është Këshilli Gjyqësor ai që vendos. A është kjo praktika në rajon? Po të thoya se kryesisht tash me reformat që janë bërë në viteve të fundit është një praktikë pothuajse identike, është një organ i pavarur, i cili zakonisht quhet Këshilli Gjyqësor. Emërtimet mund të jenë pak a shumë të tilla dhe që pastaj i propozojnë presidentit shtetit, i cili ka autoritetin kushtetues që t'i dekretoj gjyqtarët e propozuar nga Këshilli. Mirë po, gjitha procedurat, që nga hapja e konkursit, vlerësimi, verifikimi integritetit të tyre, është kompetencë dhe autoriteti KGK-s apo i Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Kryetari i gjykatës a ka ndonjë ndikim eventual? SPA ka merr pjesë në testim, a i pjesë e trupës? Do të thoya se kryetari i gjykatës nuk ka ndonjë ndikim, nuk është i përfshirë në komisionin, intervistuese dhe komisionin e vlerësimit. Ajo çka është se në fund kërkohet vetëm një mendim për kandidaturat të cilat i kanë kaluar ato teste dhe janë të gatshëm për të proceduar më tutje drejt zyrës presidentit. Zoti Hyseni, opinioni pak është i ngarkuar mbase edhe me opinione të ndryshme të imponuara edhe nga media të ndryshme të imponuara mbase shpesh edhe nga realiteti ynë, se shpesh organet tona të pavarura janë në ndikimin politik. Edhe në atë teorinë atë shumë të përfolur posaçërisht viteve të fundit se shteti është i kapur, gjykata shifet një nga institucionet të kapura nga politika. Sa mendoni se Këshilli Gjyqësor është apolitik? Po, ndoshta unë do të flas në kuptimin e kryetarit të gjykatës për shkak se në atë kuptim është jashtë mandatit tim që të flas sa është Këshilli Gjyqësor i depolitizuar. Unë do të thoya se nuk kam vërejtur ndonjë indikacion të fuqishëm që kishte me besu shumë se Këshilli Gjyqësor është i politizuar, po besoj se ka arritur deri tani ta ruajë atë depolitizim. Mirë po unë kam vërejtje sa i përket përbërjes Këshillit Gjyqësor, për shkak se përbërja duhet të jetë ndryshe dhe kam kërkuar që edhe në legjislacionin sa i përket Këshillit Gjyqësor, por e cila reflekton edhe amendimin kushtetuese, duhet që detyrimisht secila gjykatë ta ketë përfaqësimin e tyre ligjërisht në Këshillin Gjyqësor. Çka do të thotë kjo? Nëpërmjet kujt? Nëpërmjet kryetarit apo dikujt tjetër? Jo, doni përfaqësuesi tjetër. Dikujt tjetër. Jam militant i asaj që duhet të jetë një gjyqtar tjetër dhe jo kryetari, për shkak se kryetari i përgjigjet Këshillit Gjyqësor dhe kështu që nuk do të ishte shumë e rrugës që të jetë edhe antari i Këshillit edhe kryetari i gjykatës. Mirë po, mjafton të jetë njëri prej gjyqtarëve të gjykatës. Pra, kam kërkuar që struktura e Këshillit të reflektojë strukturën organizative të gjyqësorit të sotshëm. Ashtu që secila gjykatë themelore, për shkak se gjykata supreme i ka ex officio antarët, dhe gjykata apelit t'i kenë përfaqësuesit e tyre të zgjedhur nga vetë gjykata. Dhe kjo do të na bënte që ne secila gjykatë të përfaqësohet dhe në këtë mënyrë Këshilli do të ishte më i hapur. Do të rritej edhe reputacioni i vetë Këshillit, për shkak se gjykata do ta ndinin se është një trup i cili është përgjegjës për ta, kujdeset për ta, por njëkohësisht edhe kanë përfaqësuesin e tyre. Dhe çdo problematik apo shqetësim do të mund të adresojnë lehtësisht në Këshillin Gjyqësor. Është një model që ka kaluar i Këshillit Prokurorial, i cili përbëhet prej përfaqësuesve të prokurorive, dhe ky është një model mjaft i mirë që besoj se në të ardhmen e afërt do duhej kuvendi jonë që t'i aprovojë këto ndryshime dhe që përbërja e Këshillit të reflektojë edhe përbërjen e sistemit gjyqësor. Zoti Hyseni, për hir të shikuesve tanë, por mbasi është lloj korrektja, a ka kufizime territoriale që gjykatësit nga komuna tjera të konkurrojnë për këto 7 vende në gjykatën tonë? Jo, absolutisht. Në pikpamje ligjore nuk ka. Është çështje praktike se
ku dëshirojnë të aplikojnë dhe ku më lehtësisht mund të punojnë. Pra kryesisht zgjedhin atë gjykatë e cila është më afër vendbanimit të tyre apo qytetit të tyre. Do të thëni të kthehemi tash pak natyrës së lëndëve dhe numrit të tyre, për arsye se shpeshherë ajo pasqyron edhe dinamikën. Jo ndoshta edhe vetë punën që e bëni, por shpeshherë numrat ju demantojnë për arsye se unë kam pas raste disa herë të përcjelli punën e gjykatës dhe ka dalë që për numri mesatar i lëndëve një gjykatë që ka përcyer normën që është ngarkuar, në esencë si rezultati përgjithshëm i gjykatës ka dalë se kanë mbetur kaq lëndë të pakryera. Cili është një ndër shkaqet përveç mungesës së gjykatësve? Lëndët që për shkak të reformimit të gjykatës, lëndët që ardhen nga Prishtina dhe u rikthyen, kanë mbaruar apo ende fillojnë t'ju ngarkojnë punën e juaj? Ato lëndë ne kemi arritur që t'i përfundojmë dhe mund të kenë ndonjëra që është në rivendosje, mirë po do të thoya se mbi 95% të tyre janë përfunduar. Dhe kjo është një sukses i reformës, por edhe i gjykatës sonë. Për shkak se kemi pasur të bëjmë kryesisht me lëndë natyrave serioze dhe që ka qenë sfiduese për ne, mirë po kanë pasur prioritet ato? Po. Për shkak se edhe personat të cilët kanë qenë të akuzuar, do të thënë ato lëndë kanë qenë nën masat e paraburgimit dhe rrjedhimisht ne i kemi pasur edhe prioritet ligjor, por ka qenë në agjendën tonë që t'i përfundojmë sa më shpejt dhe kështu që do të fillojmë të merremi me lëndët të cilat vinë si jurisdiksion burimor i gjykatës sonë. Duke ditur se ish gjykata e Qarkut në Prishtinë ka qenë një gjykatë ekstremisht e ngarkuar, për shkak se ka përfshirë një territor jashtëzakonisht madh dhe që vonesat kanë qenë aty të jashtëzakonshme. Do të thoya se njerëzit kanë pritur me vite në paraburgim për t'u nështruar shqyrtimit gjyqësor. Dhe reforma, se i përket atyre lëndëve që kanë ardhur te ne, ka dhënë efektet e saj, për shkak se tani a ka pas shkeljet e drejta të njerëzit në atë rast? A mund të themi se është tepruar domosdoshmë me qëndrimet me paraburgim? Po do të thoya se kjo objektivisht kozgjatja e paraburgimit ka qenë e pajustifikueshme. Mirë po kjo ka ndodhur jo me fajin e gjyqtarëve, po ka ndodhur për shkak të organizimit të vetë sistemit gjyqësor, i cili nuk ka mundur që t'i adresojë gjithat ngarkesë me atë kapacitet, kështu që edhe për atë arsye ka qenë e nevojshme që të bëhet riorganizimi i gjyqësorit në mënyrë që kërkesat e drejta për një gjykim të arsyeshëm, sidomos tek rastet kur kanë masa të caktuara, e veçanërisht te paraburgimi që të jenë sa më të shpejta. Për shkak se çdo kush ka të drejtë që ta di epilogun e akuzës që është ngritur ndaj tij në një kohë sa më të shkurtër, kur kehet parasysh se qëndrimi një kohë gjatë pa një vendim gjyqësor të formës prerë në paraburgim është mjaft senzitiv. Zoti Hyseni është e njohur se në shoqërinë e tranzicion, posaçërisht ato të dalura nga konflikti, shumë aspekte juridiko-procesore, shumë aspekte të rregullimit të marrëdhënieve ndër njerëzore kalojnë për sfida të llojit të vet, të cilat natyrisht reflektohen në punën e gjykatës. Sipas disa shënimeve del që shumë patologji shoqërore përfundojnë në gjykatë, se kërkojnë interpretim mbase të pavarur. Cili është shkuar nga ky prizëm? Cili është numri i lëndave? Mendon se ka lëndë posaçërisht ndoshta të padit civile që vinë pa nevojë në gjykatë, përfundojnë si padi kur ato kanë mund të zgjidhen nëpërmjet institucioneve të tjera? Po, do të thotë që mos puna si duhet institucione të tjera faktikisht shpesh kërkohet të arsyetohet me punën. Po do të thoya se këtu reflektohet edhe efikasiteti i gjitha organeve të tjera. Po flas për organet që nuk i takojnë gjyqësorit. Për shkak se shumë çështje ndoshta do të mund të kishim gjetur zgjidhje në procedurat administrative. Unë shoh tek çështja e ndërtimeve dhe aty shpesh krijohen huti edhe të vetë qytetarët që mund të jenë viktima të atyre proceseve, për faktin se shpesh në atë kuptimin administratat tenton të shmangët me një farë mënyre përgjithësive ligjore, sidomos tek ndërtimit, kur ligjërisht e kanë për obligim që nëse konstatojnë të marrin dhe aktivitetet për rënimin e objekteve. Mirë po këtë zakonisht nuk e bëjnë, dhe ajo që ka bëjnë është se i bëjnë një kallëzim penal të pandehurit për shkak se ka hequr shiritin i cili është vendosur, dhe që në gjykatë vije për veprën penale dëptimi i plombave apo i shenjave zyrtare. Apo refuzimi i autoritetit zyrtar. Dhe që gjykata ka autoritetin e vet jurisdiksional të merret vetëm me atë pjesë për heqjen e shenjave zyrtare.
Mirë po, çështja e fatit e atij objekti nuk është kompetencë e gjykatës, por është kompetencë e autoriteteve administrative. Mirë po, pala e dëmtuar e ka një shpresë kështu të kohët se gjykata do ta vendosat. Ju ka krijuar percepcioni negativ nga autoritetet administrative. Pra, duhet edhe autoritetet administrative ti kryejnë përgjegjësitë e tyre ligjore për cilat janë mandatuar me ligj. Dhe kjo do të bënte që ne të mos kemi shumë lëndë që derivohen tek ne. Zoti Hyseni këtu u pa të shpresuar shumë në fillim me krijimin e një nënshërbimi ta quaj, por çështjen e ndërmjetësimit. Dhe është menduar se ndërmjetësimi do të lehtëson shumë punën e gjyqësorit. Çfarë vlerësimi keni për ndërmjetësuesit? Edhe aty sa di unë një kohë kanë qenë të pakompletuar plotësisht për shkak të lëvizjeve, dhe sa në esencë ata kanë arritë ta lehtësojnë punën e gjykatësve, që do të zgjidhen më shpejt apo të arrijë një pajtim mes palëve që të mos kalohen për këtë procedurat apo këtë seancat gjyqësore. Si koncept alternativ i zgjidhjes së kontesteve është mjaft i mirë, do të thoya. Pashmangshëm. Po, dhe është i mirëseardhëm shoqërinë tonë. Mirë po, tek ne ky ndërmjetësimi institucional nuk është edhe aq i popularizuar. Kjo formë e zgjidhjeve. Dhe duhet më shumë që të ketë popularitet. Duhet që qytetarët ta ndinë dhe t'i besojnë atij institucioni. Kush do ta promovojmë atë? Do ta promovojnë gjykata të ketë edhe Ministria e Drejtësisë, e cila është autoritet i cili mbikëqyr, por duhet edhe institucione tjera. Në mënyrë që palët shpeshherë tek ne nuk pranojnë që kur i ofrojmë na shërbimet e ndërmjetësimit, se ekziston edhe një mënyrë e zgjidhjes së këtij kontesti dhe nuk është e domosdoshme që çdo rast të vijë në gjykatë dhe të ndjek procedurat tradicionale që janë në gjykatë që zhvillohen, që janë më shumë formale, ata shpesh refuzojnë ta bëjnë një gjë të tillë. Është edhe një aspekt tjetër i cili ka ndikuar që të mos jetë shumë i efektshëm dhe shumë masiv, do ta quaja, ndërmjetësimi, është edhe puna e avokatëve. Avokatët tek ne kryesisht kanë një qasje refuzuese ndaj ndërmjetësimit, dhe që sugjerimet tona për ndërmjetësim ata nuk i pranojnë. A kanë konflikt interesi me ndonjë aty apo? Po, ndoshta kjo është si rezultat për shkak se ndoshta i prek në aspektin material, apo ndoshta e konsiderojnë si me një farë mënyrë si ndërhyrje në fushën e tregun e tyre dhe kështu që e kanë deri diku një rezistencë. Mirë po çka dua të them këtë? Dua të them që duhet të punojmë më shumë institucionet tona edhe me odën e avokatëve, në mënyrë që nuk do të thoja që të kërkojmë nga avokatët që të jenë suportues dhe i thartë flak të ndërmjetësimit, po s'poku të mos jenë rezistues të fuqishëm për ndërmjetësim. Në vitin 2014 kemi pasur një aktivitet shumë të mirë, do ta quaja, për ndërmjetësim. Kështu që gjykata jonë është radhitur si gjykata e para në nivel vendi sa i përket rasteve të referuara në ndërmjetësim. Dhe kjo ka qenë një sukses për atë periudhë. Mirë po viteve të fundit e shoh se ka pasur një ngecje në këtë drejtim. Mirë po këtu duhet edhe vetë gjyqtarët të jenë më proaktiv dhe të jenë më insistues kur është fjala për ndërmjetësim. Mirë po, çështje tjetër që do duhet ndodhë është edhe reformimi i një pjese të ligjit që ka të bëjë me ndërmjetësim, që për natyrat kontesteve të caktuara të jetë ndërmjetësimi i detyrueshëm. Dhe nuk do të mund të arrijë ai rast i asoj natyre direkt në gjykatë, nëse nuk ka kaluar përmes procesit të ndërmjetësimit. Dhe nëse ka dështuar, atëherë mund të fillojë një proces gjyqësor. Kështu e kanë gjetur. Kush do të kishte paragjykuar landën që do të kalon patjetër nëpërmjet këtij procesi? Po duhet përcaktohen kritere, për shembull. Cila trup po mendoj, po. Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me ekspertët gjyqësor, duke përfshirë nga gjykata, nga avokatë kështu me radhë, do t'i përcaktojnë kriteret se cilat lëndë do duhet t'i takojnë asoj kategorie që bien në domenin e ashtu quajtur si të detyrueshme për ndërmjetësim. Dhe pastaj ky numër besoj se do të ishte shumë i madh lëndëve të zgjidhura në ndërmjetësim se sa që kemi tani. Nëse këtë problematike kanë pasur shumë vende dhe kanë amendamentuar ligjin në atë mënyrë që kanë bërë të detyrueshëm. Nuk do thoja se duhet të bërë detyrueshëm për raste serioze, për shkak se natyra e atij kontesti kërkon që të trajtohet përmes procedurës gjyqësore. Mirë po, për disa raste që do t'i quaja... Apo ndoshta këtu ka vende vullneti i palëve. Po, detyrimisht se është vullnetar ky proces.
Për raste që janë të thjeshta dhe të rëndomta, është e rrugës që të shkohet në këtë procedurë. Zotë Hyseni, është edhe një proces tjetër që zakonisht përcillet shpeshherë edhe me dëshimi dhe pse ai mund të jetë rezultati i rrethanave të krijuara gjatë punës së juaj, është problemi i parashtrimit të lëndëve. Aty zakonisht gjykatësit mbase kushtimisht etiketohen se me qëllim kanë lënë që lënda të kalon çdo afat të mundshëm ligjor dhe të parashkruhet. Sa faktikisht keni parashkrime dhe sa kjo rrezikon besueshmërinë në punën e gjykatës? Parashkrimi nuk është aq problem, do ta quaja në gjykatë, po sidomos parashkrimi relativ. Për shkak se parashkrimi relativ ndodh atëherë kur ka kaluar një periudhë e caktuar kohore dhe nuk është përfunduar. Dhe kjo varet varësisht prej seriozitetit të veprës. Sa më e rëndë të jetë pesha e veprës, aq më e gjatë është edhe koha e parashkrimit apo e vjetërsimit. Ndërsa parashkrimi absolut është dyfishi i kohës që kërkohet për parashkrim relativ. Mirë po, parashkrimi ndodh ndonjëherë edhe si rezultat janë vënuar hetimet. Është vënuar procesi që nga policia, është vënuar në hetuesi dhe ka ardhur në gjykatë. Dhe koha e parashkrimit do duhej shikuar prej momentit kur ka ndodhur vepra dhe sa kanë ndërmarrë autoritetet tjera, sepse në këtë proces nuk është e përfshirë vetëm gjykata. Unë e shoh se në disa raste janë rast nuk do të thoja disa, po është një rast që ka ndodhur si rezultat ka pasur një kualifikim më të rëndë që është akuzuar fillimisht, mirë po provat në shqyrtimin gjyqësor nuk e kanë vërtetuar kualifikimin e rëndë, por kanë ekzistuar prova për kualifikimin më të lehtë. Dhe ky kualifikim më i lehtë i asaj vepre ka pasur një dëshkueshmëri më të ulët se sikur të ishte me kualifikimin fillestar që ka aluduar prokurori. Mirë po, kjo kohë e këtij kualifikimi më të lehtë ka kaluar parashkrimi ende pa arritur fare në gjykatë. Mirë po, tas gjykata duhet të marrë vendimin dhe me një farë mënyrë duhet vetëm para se të shkojmë në një pushim, po pikërisht në ndërlidhje me këtë para se të shkojmë në një pushim reklamash, domthon a ka proces të rishikimit të parashkrimeve? Domthon a ka raste që nëse si ankohen pala e kundërt për parashtrimin e një lënde? Po, nëse konstatojnë se gjyqtari qëllimisht e ka bërë atë dhe ka zvarritur jo për arsye objektive, por për arsye subjektive ose e ka neglizhuar, atëherë ekziston përgjegjësia e gjyqtarit, e cila mund të kanalizohet përmes prokurorit disiplinor, dhe që nëse gjenë se ka pasur neglizhencë në kryen e detyrave, mund të ngrisë akte për procedurë disiplinore, që pastaj Këshilli Gjyqësor i ndëshkon gjyqtarët, që mund të jetë edhe me kërkim të shkarkimit prej detyrës, apo edhe me sanksione tjera më të buta. A me lëndën? A mund të rikthehet lënda në proces? Jo, fatkeqësisht lënda nëse ka kaluar afati, ajo lëndë nuk mund të rikthehet. Nuk kthehet. Jo, absolutisht. Segmenti civil po, mirë po, segmenti civil, sa i përket kompenzimit të dëmeve që janë bërë polës së dëmtuar, mund vazhdoj, ndërsa aspekti penal konsiderohet i mbyllur. Mirë, do ta bëjmë një pushim të shkurtër reklamash, shikues të nderuar, një blok reklamash e kthehemi sërish. Shikues të nderuar, rikthehemi në emisionin Logo për të vazhduar bashkëbisedimin me kryetarin e gjykatës themelore në Ferizaj, zotëri Bashkim Hysenin. Në pjesën e parë folëm për shumë aspekte të punës së kësaj gjykate, shikuar në prizmin e mungesës së gjykatës, por edhe të numrit të madh të lëndëve. Kurse zoti Hyseni në pjesën e dytë mbase mund të kthehemi natyrës më tepër të lëndëve penale. Nisur nga fakti se zakonisht thuhet se një masë e vlerësimit të punës së gjykatës është edhe kthimi i lëndëve që mund të bëhet nga shkalla e dytë apo nga zakonisht nga gjykata e apelit, por edhe nga ndoshta do të ishte në interes për shikuesit tanë pak nga natyra e lëndëve penale, për arsye se ajo konsiderohet si sprova më e madhe e punës së juaj. Po ndodh ndonjëherë që lëndët të cilat janë vendosur në gjykatën tonë, në gjykatën e apelit të ndryshohen ose të vendoset që të rigjykohen pranë. Është ky numër i madh? Nuk do ta quaja se është numër i madh, është një numër relativisht i vogël i rasteve. Nëse kthehemi në përqindje, në çështjet penale mund të jetë diku 20%, në çështjet civile është më i lartë për shkak natyrës së çështjeve civile dhe probabiliteti për të anuluar një rast në civile është më i lartë se ndoshta në çështjet penale. Pra, kjo tregon me një farë mënyrë do duhet të mirët si indikator edhe për cilësinë e vendimeve, si njëri prej indikatorëve, jo si indikatori vetëm,
Mirë po do të thoja se është natyrën e procedurave gjyqësore që ndonjëherë lëndet të rikthehen. Po, në fund të fundit është një procedurë e rregullt. Është një procedurë e rregullt për shkak se ka pasur ndoshta një lëshim procedural apo një konstatim të gabuar apo jo të drejtë të gjendjes faktike, apo dispozita e ligjit material nuk është aplikuar në mënyrën e duhur dhe kështu që gjykata e apelit vendos që të rikthehet. Mirë po kjo nuk do të thotë se çdo herë ata mund ta kenë vendosur drejt atë proces, për shkak se ka pasur situata kur gjykata e apelit ka vendosur ndryshe dhe kur pastaj është atakuar me mjet të jashtëzakonshëm, gjykata supreme ka vendosur ashtu siç ka vendosur gjykata themelore. Dhe këto mundësi ekzistojnë në procedurat ligjore. Mirë po, vendimi i apelit është detyrues për ne dhe ne duhet ta riprocedojmë atë çështje dhe ti shikojmë se çka janë vërejtjet e apelit dhe si ti inkorporojmë. Kur jemi te ky zinxhiri, kushtimisht themi një hierarkisë apo një aspekt procedural të domosdoshëm, mbas ekziston një mentalitet që kur rikthehet lënda, sikur humb një besueshmëri i vendimi, apo sikur masa njerëzit opinioni mund të dyshon se pikërisht këtu kemi një interferim të jashtëm, një ndërhyrje të jashtëm në proces. Cilat janë mekanizmat që ta ruajnë, ta shohin siç tham si një procedurë të rregullt, të domosdoshme në fund të fundit. Këtë fakt të rikthimit dhe si ta lirojmë qytetarin nga një dyshim se vërtet ndërhyjet në proces në njërin nga hallkat e gjyqësorit. Po në atë aspekt e ndërhyrjes së hallkave tani do ta quaj se nuk është e mirëseardhur prishja e lëndëve. Për shkak të besueshmërisë, kështu absolutisht pajtohem me ju. Dhe kjo reflekton opinion se gjyqtarët ndoshta nuk pas kanë qenë profesionistë ose ndonjë arsye tjetër. Ose kemi pas raste në gjykatën tonë që janë dënuar për 2 apo 3 herë në mbajt seancat, janë përsërit, mandej është bë përjashtimi gjykatës sonë, ka shkullon edhe në Prizren mbase, sa më kujtohet, për të verifikuar pak a shumë njëjtë dënim që ka qenë në fillim. Po tash prapë është në proces, ende nuk ka marrë formën e prerë. Unë do të thoya se jo çdo herë mendimi juridik. Po flasim vetëm për lëndë në aspektin procedural, jo në aspektin e identifikimit. Po, jo çdo herë mendimet juridike të gjyqtarëve të gjykatës shkollës së parë përputhen me ata të gjykatës së apelit. Përparësia e gjyqtarëve të gjykatës themelore është se ballafaqohen drejt për drejt me palët, ballafaqohen drejt për drejt me dëshmitë, ballafaqohen drejt për drejt me provat. Ndërsa mënyra se si punojnë gjyqtarët e apelit nuk ballafaqohen drejt për drejt me dëshmitë dhe kryesisht puna e tyre është kabinetike, shkresore dhe nganjëherë interpretimet këtu mund variojnë. Sidomos edhe tek legjislacioni kur është ligji i ri dhe kur dilemat, interpretimet janë mjaft të larta. Më falem, ndoshta është me pesh në këtë rast mendoni se kontakti drejt për drejt emocional me palën a mund të jetë element pozitiv për një gjykatë sa mund të jetë negativ? Unë do të thoya se mund të jetë më shumë pozitiv. Mund të jetë edhe pozitive dhe negative, domethënë njohja e temperamentit, marrja pjesë në drejt për drejt në dramën njerëzore që zhvillohet brenda gjykatës. Është më pozitive për të kuptuar realitetin. Do të thoya se është më e lehtë për gjyqtarin e faktit. Se puna kabinetike vetëm me dosje. Po, për mendimin tim është më e lehtë për gjyqtarin e faktit, për gjyqtarin e shkollës së parë, për ta kuptuar realitetin sesa gjyqtari i cili punon vetëm mbi bazat e shkresave. Për shkak se ballafaqimi me dëshmitarin në mënyrë të drejtë për drejtë është më lehtë për gjyqtarin për ta vlerësuar besueshmërinë e tij apo jo. Sesa gjyqtari i apelit i cili kurrë nuk e ka parë dëshmitar dhe që nuk mund të gjykoj për profilin e atij personi i cili jep dëshminë. Kur jemi te aspekti pak a shumë të them kështu i një kulturës gjyqësore kisha me thujt. Mbasi pjesë e reformës është ndryshimi i strukturës kadrovike për brenda gjykatave tona. Dhe tash ka një numëri i gjykatësve, të cilët vinë me një mentalitet të ri. Dhe natyrisht kemi një gërshëtim gjeneratash. Në këtë aspekt kisha me thënë që kjo gjë ka ndodhur në Trekanshën, prokurori mbase avokatë dhe gjykatës. Si e shef ardhin e kuadrit të ri brenda gjykatës sonë, por përgjithsisht të gjyqësorit tonë në Kosovë? Parimisht është i mirëseardhur, për shkak se sjellin mendim të ri dhe sjellin ndoshta edhe atë farë energjinë për të marrë janë më të gatshëm për të zhvilluar më tutje, për shkak se
avancimi profesional një gjyqtarit varet kryesisht prej punës së tij, prej angazhimit të tij, prej përcjelljes së praktikave të ngjashme me të cilat ato lëndë që i punon ai, përcjell praktikat e gjykata më të larta të vendit, por edhe të rajonit apo edhe më gjerë, dhe në këtë mënyrë njohuritë e tij zgjerohen. Mirë po, ne dim të kaluarën tonë historike dhe kjo domosdoshmërisht është reflektuar edhe para luftës, por edhe tani pas luftës. Tranzicioni cilin po e kalojmë dhe kualiteti që i ofrojnë universitetet tona, kryesisht fakultetet juridike, lë shumë për të dëshiruar. Dhe kjo reflektohet në kodrin që e kemi ne tani. A është numri atyre që vinë që studiojnë jashtë, ka filluar të deportojnë? Është një numër i ulët, mirë po ndoshta në të ardhmen do të rritet duke pasur parasysh se numrin e bursave që shpërndahen për të rinjt tonë dhe që kthehen me ndoshta në të ardhmen këta do të kontribuojnë në ndërtimin më shumë të sistemit. Mirë po dua ta ndalidhe se kualiteti i një gjyqtari nuk mund ta marrëm të shkëputur nga realiteti i formësimit juridik të një kodri tonë. Duke filluar prej edukimit juridik që e ka në fakultet dhe pastaj pas diplomimit edhe praktikat të cilat kyçet, por studimet postdiplomike dhe kështu që neve na duhet shumë për të punuar për të arritur standardet e vendeve të zhvilluara. Kur jemi këtu duhet na të jemi të vetëdijshëm për këtë. Po gjithsesi kjo nuk dua të faqsoj subjektivisht askën, por kjo është reflekton edhe mirë edukimit universitar në aspektin praktik. Mirë po tash është e vërtetë se po bëhen shumë vite që Oleksi është këtu. Edhe një farforme gjykatësit tanë, por edhe avokatët dhe prokurorët kanë pas mundësi të shohin në shumë praktika të gjykatësve të Oleksit, edhe në gjykatën tonë. A konsideron se një farforme ka mund të shfrytëzohet kushtimisht thëmë si një edukim jo formal, qoftë në aspektin e metodave të përdorimit, qoftë në aspektin e gjuhës së përdorimit, qoftë në aspektin e këmbguljes apo argumentimit të provave, këtë ata që përbën një procedurë gjyqësore? Po, Euleksi ka funksionuar si një komponent ndore drejtësisë këtu. Dhe kështu që ata kanë qenë përfshirë gjyqtarët, njerë kanë qenë nga një në trup gjykus. Kryesisht kanë qenë të dominuar nga Euleksit, po. Ka sjell deri dikun, por jo do të thotë deri në atë shkollë që sa kemi shpesuar. Po. Edhe rezultatet mos flas për vlerësimin e punës tyre, mirë po. Po, është një segment tjetër që këtë aspekt objekti i këtij debati. Këtë aspekt ndoshta kemi shpesuar që do të ketë më shumë ose edhe do të vinë gjyqtar më elitar, siç kemi pritur. Kur jemi tash te aspekti i provave dhe edukimit profesional, kuptohet, është e pashmangshme të shton pyetjen se kohëve të fundit në gjykatën tonë jeni përballë me procese të cilat kanë pas shkallë të lartë të ndjeshmërisë në opinion. Përveç kësaj kanë pas shkallë të ndjeshme edhe në aspektin politik, për arsye se janë zhvilluar disa procese ku dashtë dënohen aktorët të cilët janë dëshuar për vepra terroriste, shikuar në prizmën e ekstremizmit fetar. Sa kanë qenë këto sprova për gjykatën tonë, dhe si keni përballuar një proces të tillë, duke nisur qoftë nga mbledhja e provave deri te kushtimisht të pajtueshmëria e publikut me dënimet që keni shqiptuar. Po, kjo është një risi për gjykatat tona, përfshirë edhe gjykatën tonë. Ne kemi dikon përapsisht 5 raste të tilla që kanë të bëjnë me veprat që ndërlidhen me terrorizmin. Ka qenë një rast që ka përfunduar para disa jave dhe personat që kanë qenë të akuzuar në atë proces janë gjykuar. E dini se është publike, ka qenë edhe dënimi i tyre. Pra, është procesi ankimor i hapur, ne do të presim se çka do të ndodhë në jurisdiksionin e apelit dhe a do të merr vendim në formën së prerë ai rast. Në aspektin e natyrës së veprave, kjo ka qenë një sfidë, kuptimin se deri më tani sistemi gjyqësor nuk është ballavaçuar me natyrën e këtyre veprave. Dhe kjo ka kërkuar një përkushtim të veçantë të gjyqtarëve për të kuptuar thelbin e natyrës së atyre veprave dhe që dallojnë edhe profilet e personave të akuzuar nga kriminalë, do t'i quajnë nga personat për kriminalitet ordinar dhe që kanë shumë specifikat të tyre. Pra, për të gjykuar këtë çështje do duaj ndoshta ta vështrojmë në një aspekt më të gjithëpërfshirës dhe me një qasje pak më ndryshe se sa kur të kemi bëjmë me pikërisht për këtë çështjen. Më intereson çështja juaj pak më gjithëpërfshirëse për arsye se thuhet çdo dënim në rend të parë synimi ka edhe përmirësimin, jo vetëm ndeshkimin për veprën e kryer, por ka edhe reflektimin e në këtë rast kryerësit e veprës që veprën të mos e përsërit. Te ky aspekt i ekstremizmit fetar kemi të bëjmë me një
fushë shumë të ndihshme, të cilët kanë një ndikim më të gjerë se vetë kryerja e veprës. A keni parapar në këtë rast si gjykatë që të keni dënime alternative apo të merrni të zgjeroni formën e veprimit nëpërmjet institucioneve tjera që të përpunohen apo të punohet, më mirë të them, edhe me anëtarët familjeve për nga kanë dalë këta akte. Ki fjallën për Të dënuar, që janë po, personat që janë dënuar, po. Po, ndoshta është çështje institucione tjera në aspektin e rehabilitimit të tyre të më të tjeshëm. Gjykata, kur e cakton një dënim, merr parasysh gjitha rrethonat. Merr parasysh edhe kapacitetet apo prirjet e atij personi për të penduar dhe për të rehabilituar në të ardhmen, nëse ka treguar gjatë procesit apo më herët. Dhe gjitha këto besoj se gjyqtarët i morrin kur e cakton një dënim. Ndryshe është një person i cili është penduar qysh në fillim dhe që kanë dhënë shenjat se ai nuk do të jetë i rrezikshëm në të ardhmen, edhe ndryshe është një person që ideologjia e tij manifeston një këmbgulje dhe që veprimet konkrete që kanë bëjmë me veprën kanë qenë shumë më domethënëse se tjerë. Të bëjnë një tërheqje të një paralele, por është komentuar në opinion, format e gjykimit që kanë gjanë gjykatën tonë, të këtyre akterëve, të përfshirë në të dëshuar dhe mandaj të vërtetuar nëpërmjet gjykatave se janë përfshirë në vepra terroriste dhe atyre në Shqipëri. Atje kemi pas një shkallë kushtimisht të quajtë një barikadimi më fanatik të tyre, dhe nuk kanë shprehë një pendesë para trupit gjykues, kurse të ne ka disa prej individëve kanë shprehë një pendesë. Si e shef si proces e shoh se son nga media se ka pasur një ashtu barikadim dhe një sjellje më ndryshe nga se kanë pasur të akuzuarit që kanë qenë në proceset tona. A jam bën të mëshme këtë mbas ndryshimi i praktikave gjyqësore apo kemi pas bëj me kategoritë e njerëzve të veçantë? Po do të quajë ndoshta më shumë është çështje profileve të personave sesa ndonjë praktikave apo i praktikave të tjera. Praktikave gjyqësore. Po, te ne ka pasur një proces mjaft qetë, një proces mjaft sjellshëm nga personat e akuzuar, që kanë qenë të akuzuar aty, dhe gjithçka ka kaluar në një proces të qetë dhe mjaft natyrshëm. Mbase nuk është për të shtruar në këtë formë, por opinionet i intereson për arsye se proceset me shkallë të tillë të ndjeshmërisë shpeshherë dyshohet se përcillen me kërcënime nga jashtë për gjykatën. Ka pas ndonjë rast të kërcënimeve të gjykatësve apo jo, nuk jam informuar se ka pasur ndonjë kërcënim për gjyqtarët apo për zyrtarët që janë përfshirë në këtë proces. Deri më tani nuk ka pasur, nëse do të kishte pasur ne do të kishim marrë masat të cilat janë me listë përcaktuar. Absolutisht. Zoti Hyseni, për në qoftë se mundesh me bëni premje ta quaj kushtimisht, mos të them sektoriale, po në aspektin e natyrës së vepra penale, cilat dominojnë, cilat veprat aktualisht që janë në proces të zgjidhjes. Është fjala mbase e kam qëllimin të dalë të veprat me karakter korruptiv, qoftë persona zyrtar që përfshihet, qoftë natyra tjera korruptive. Keni lënë të tilla në procesin sipër? Po, në gjykatën tonë janë lënë të natyrave ndryshme, duke filluar prej deliktet që kanë bëjnë kundër pasurisë, ato që kanë bëjnë kundër jetës dhe trupit, siç janë lëndimet e lehta, lëndimet e rënda apo tentimvrasjet, e deri te krimi organizuar që ka të bëjë me trafikim të qenie njerëzore, me trafikim të substancave narkotike dhe lënë të natyrës korruptive, për cilat nuk është ndonjë numër edhe aq i lartë që kishme reflektuar strukturën e veprave që janë para gjykatës. Është një segment tjetër i punës së juaj për arsye se ju keni dy në ndeg, ti quaj kushtimisht, domethënë janë gjykata e Kaçanikut dhe e Shtërsës. Si e dini ti koordinoni për arsye se megjithatë ndoshta në shikimin e parë distanca territoriale nuk paraqet problem, por kapacitetet tjera përcjellëse që përcjell punën e atyre gjykatave mbase nuk janë në nivelin as të lakmueshëm. Dy degë të cilat janë pjesë përbërëse e gjykatës tonë në aspektin infrastrukturor janë mjaft mirë qëndrojnë, por edhe në aspektin e numrit të lëndëve janë në gjendje do ta quajë të mirë. Kryesisht dega e gjykatës në Shtëps ka një numër mjaft të ulët të lëndëve, për shkak të territorit që mbulon edhe numrit të popullsisë ndoshta. Por edhe gjykata Kaçanik do thojë se është brenda standardeve të efikasitetit. Ndoshta aty do duhej vetëm një gjyqtar të jetë dhe që çështjet të kenë të përfundohen me një kohë mjaft standarde.
janë më mirë do ta quaja se sa që është gjendja në aspektin kohor të zgjidhjeve në bazë. Mbas është e tepër, por zakonisht degët e gjykatave tona për komunat me popullate përzije shpesh përcillen me dyshime se sa janë në nivel ose sa i përgjigjen qytetarët e pakicave tjera. Si qëndron puna në shtëp? Unë sa di nuk më dëgjuar që ka pas ndonjë refuzim apo ndonjë. Jo, absolutisht aty që nga themelimi, ndoshta në vitet e para nuk kam qenë involvuar për shkak se është nga viti 2002 apo 2003. Mirë, por në vitet e më pastajme ka pasur një pranueshmëri mjaft të mirë, do të thoya, nga qytetarët e pakicave që jetojnë në atë region. Kështu që ftesave ju përgjigjen në mënyrë mjaft të rregullt. A keni informata se janë shumë aktivitetet ilegale të struktura paralele serbe aty? Po në bazë të marrëveshjes që është bërë mes Ministrisë Drejtësisë së Shtetit Serb dhe të Republikës Kosovës, është marrëveshje për integrimin e pjesës së struktura paralele që ka ekzistuar më parë dhe proceset janë të regrutimit pothuajse kanë përfunduar dhe besoj që shumë shpejt do të emërohen edhe ata gjyqtarë që tani më janë pjesë e marrëveshjes që është nështruar në Bruksel nga shteti. Zoti Hyseni, ndoshta është del jashtë kontekstit të atë detyrës së juaj, por sigurisht jo jashtë interesimit të juaj, dhe jo jashtë interesimit të opinionit dhe të qytetarëve Firizejas. Një vendim i gjykatës, kushtimisht thënë të juaj, dhe mund gjykatës sonë themelore në Firizej, sigur ka marrë dimensionet e një odisiade të paparashikueshme, dhe cila ka prek kushtimisht thënë gjitha instancat e mundshme deri te aspektet e kryeministrit dhe të gjykatës kushtetuese. Është fjala për vendimin e ish-punëtorëve të fabrikës së tubave. A keni ndonjë koment për arsye se ka zëra dhe ka opinione që këtë ka pak a shumë në mënyrë indirekte apo të tërëthërë të ka thonë edhe vetë kryeministri se qysh në zanafil dhe qysh në vendim të gjykatës themelore është bërë lëshime. A keni ndonjë koment? Kjo është çështje. Po është një vendim i formës së prerë që është i gjykatës komunale në Prizaj për kthimin e punëtorëve të ish fabrikës së gypave. Jo, për cila ka pas mandej implikime shumë edhe buxhetore. Po. Për shkak të mundësisë apo jo të ekzekutimit të atij vendimi, nuk do ta komentoja më shumë, për shkak se është një vendim i formës së prerë dhe ta shohim se si do të veprojnë institucionet të cilat janë përgjegjëse për të vepruar më tutje me atë vendim. A mund të nështrohet një kushtimisht ta quajë një revidim ai vendim apo një rishqyrtimi? Po ndoshta për shkak të kalimit të afateve dhe për shkak të lëshimit të atyre afateve vështirë se mund të nështrohet një riprocedim. Mirë, po vetëm çështja e mundësisë apo jo të ekzekutimit të atij vendi. Mirë, zoti Hyseni, nëse s'ke diçka të veçantë për të shtuar, ose nëse s'kem harruar diçka nga aspekti i punës së juaj të përditshme. Jo, vetëm se unë do t'i ftoja qytetarët që të kenë besueshmëri në sistemin gjyqësor dhe në gjykatën, për shkak se ne jemi të përkushtuar që t'i ofrojmë zgjidhje të drejtë të gjithë qytetarëve të cilët kanë raste në gjykatë dhe mos ta marrin ndonjëherë si perceptim negativ punën e gjykatës. Për shkak se nëse një ndoshta nga donjë ngatroni edhe me punën e prokurorisë, nuk desha të hapja atë çështje për shkak se ndoshta janë të kënaqur me një vendim, mirë po ekzistojnë mekanizmat e tjerë që do ta riparojnë atë vendim. Dhe nëse kanë opinionin, ndoshta edhe perceptime se është marrë një vendim me ndikim apo mirë po gjitha shkallët e sistemit është vështirë që një person sado që të jetë i fuqishëm që të ndikojë. Edhe kështu që duhet të shteren gjitha mjetet, sikur që është ai rasti që njihet se duhet me gjitha të ekzistojë një gjyqtar në Berlin, edhe këtu besoj se ka gjyqtar tillë. Do më mbroni mendimin se jeni shumë të pavarur se që ekziston percepcioni nga jashtë. Absolutisht po. Mirë, faleminderit zoti Hyseni. Shikues të nderuar, këtu është fundi i misionit tonë, i bashkëbisedimit me kryetarin e gjykatës themelore në Firizaj. Ju falenderoj që na ndoqët dhe vazhdoni të qëndroni me televizionin tema. Faleminderit.